Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në panel do të kemi të ftuar zotin ministër Rakopaja dhe zonjën Lindita Tela, zëvendës ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës, të cilët do të paraqesin para nesh aktualitetin e Shqipërisë dhe ardhmërinë e saj. Përshëndetje. 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 Energjia dhe infrastruktura është baza e mirëqenies së një vendi që normalisht kërkon ndryshime. Çfarë do presim nga ju dhe stafi juaj, zotin ministër? Faleminderit për pyetjen. Në sektorin ton ndryshimet do jenë të shumta, duke filluar nga prekja reale e popullit shqiptar që se ka prekur kurrë, nga zonat të lëna në harres, ku shpopullimi është i tmerrshëm. Fshatrat, ose e them ndryshe, zonat rurale. Ku do fillojmë me rrugë, drita dhe ujë. Detyra jonë është të bëjmë të mundur kthimin e fshatrave të banojnë siç kanë banuar përpara. Jeta e lumturi dhe mirësi për shqiptarët kudo që emigrojnë për botë. Ndryshimi tjetër do filloj me prekjen reale të faturës të energjisë nga portofoli i qytetarëve shqiptarë. Ku siç kemi thënë më parë, vendimi jonë i parë do të jetë të marrim masa për uljen e faturimit të energjisë në shifrën 50% të vlerës që është aktuale që paguhet. Të jetë 50% më pak. Këto mundësi na jep vetë natyra ose Shqipëria që shtrihet në këtë vend spektakular ku ka zili bota. Me 300 i diell, me ujë dhe me erë. Këto mundësi na bëjnë që Shqipëria dhe shqiptarët kudo që janë për trojet, si Kosova, Malizi, pjesë e Çamërisë, po flasim për një Shqipëri me kufi natyror. Shqipëria nën do të jetë ajo që do të marrë masa për prodhimin e energjisë kudo në këto shtete. Të bëhen, siç është dhe plani i profesorit dhe i Amerikës, të bëhet Shqipëria me kufi natyrore. Duke prodhuar energji në Shqipëri, ne mundsojmë që dhe Kosova mos ketë të faturim që ka sot në një çmim të lartë. Por të mundsojmë prodhimin dhe për të patur të gjithë shqiptarët kudo një tarif fikse dhe sa më minimale, duke shfrytzuar në këto vendet tona të mrekullueshme më të mirën e mundshme. Kur janë dëshirat dhe mundësia e mbështetjes së shtetit më të fuqishëm të botës, to janë realitet. Zotin ministër, ju keni informuar edhe stafin tuaj. Faleminderit për këtë pyetje, patjetër, nga momenti ku ne u përzjodhëm për të marrë këtë detyrë të rëndësishëm, jo për veten, por për të shërbyer popullin shqiptar, ne jemi shkëpëtorë të tij. Atëherë lind detyra ime që stafi im të jetë më i mirë se mua. Dhe unë sot këtu kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj në këtë panel të mrekullueshëm zëvendës ministren e Energjisë, e cila në një bagazh shumë të gjerë eksperiencë në dije do mundsoj në këtë rrugë të përbashkët që kemi lehtësimin e ministrit për të hecur programet sa më të lehta dhe në vijim. Zëvendës ministrja do ketë kohën e saj për të shpalosur idetë e saja dhe për të ndriçuar sadopak Shqipërinë. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën, është një kënaqësi e imja që të jem prezente dhe pjesëmarrëse në Partinë Shpresa Demokrate, që është edhe shpresa e këtij kombi në vazhdimsi. Kam mbaruar Fakultetin Ekonomik të Tiranës, profili administrim biznes dhe aktualisht punoj në industrinë e energjisë. Zonja zëvendës ministre, çfarë mund të presim nga ju? Çfarë ndryshimi mund të presim nga ju për dhe stafi juaj?
Aktualisht Shqipëria haset në vështirësi të shumta në përditshmërinë tonë. Shpenzimet e qytetarëve janë të larta, si në faturime, në transporte publike, në cilësitë e rrugëve ku ata shkelin çdo ditë. Dhe duhen marrë masa në vazhdimsi që kjo gjë të ndryshojë dhe stili i tyre jetesës të përmirësohet. Një ndër arsyet e kësaj rrugtimi në përmirësim të jetesës së qytetarëve është dhe ndërtimi i tramvajit për pjesën e Tiranës, në qytetin e Tiranës dhe në qytetin e Durrësit, si praktika më e mirë brenda këtij 2 vjeçari që ne kemi planifikuar dhe propozuar. Cila do të ishte thirrja juaj për rinim shqiptare? Faleminderit shumë për këtë pyetje o sot o kurrë. Fal vuajtjeve të mia, i cili kam emigruar prej vitesh, gjej rastin të bëj thirrje publike për në datën 13, ora 6, të marshojmë të gjithë në sheshin Skënderbej, aty ku ndryshimi po realizohet. E janë vëllezër, e janë motra, e janë në folen tuaj. Tu peshoni, hajde ta bëjmë Shqipërinë më të mirë se vendet evropiane. Kjo është gara jonë. Fal Amerikës, mbështetja kraujdiati i Shqipërisë. Shqipëria me ju të rinj, me ju vëllezër, me ju motra, do bëhet më e mirë. Unë jam një prej jush, jam shërbëtor i saj. Jam dhe do të jem shërbëtor për moshën e tretë, gjyshit dhe nënat tona. Jam dhe do të jem shërbëtor për fëmijët tanë, aty të ketë rrugë të mira, të ketë qendra të mira, të ketë ndriçim të mirë, të ketë zhvillim, të jetë e gjithë qeveria dhe stafi im në punë, të mendoj për buzëqeshjen e fëmijëve, të mendoj për gjelbërimin dhe ajrin e pastër të Shqipërisë. Prandaj, kjo do realizohet fal të gjithët bashkë. E jani në datën 13. Ne jemi me ju. Unë jam një prej jush. Pres çdo ditë. Faleminderit zëvendës ministre që më bashkove nga thirrjet e përhershme që bëj dhe kontaktoj. Stafi im aktual është rreth 100 veta, por ministria dhe pesha e cila më është ngarkuar është një përgjegjësi që unë do ta çoj deri në fund të mision pune dhe ndriçimi në realitet. Këta do e bëj fal jush. E janë inxhinier, e janë koleg, e janë arkitekt, e janë se ministria ju pret. Por, tu do bëj me dije se vendimi i parë që do të marrë është kualifikimi i stafit aktual. Ne nuk do përzem askën, por do përzem të gjithë ata që nuk janë të aftë të punojnë. Do përzem të gjithë ata që e marrin rrogën kot. Jo. Ata nuk do jenë në stafin tonë, por të gjithë të aftët do jenë aty dhe do vlerësohen maksimalisht. Faleminderit për këtë pyetje të përzemërt. E janë mos ngroni. Amerika është në katë Shqipërisë. Faleminderit profesor për këtë mundësi dhe besim që ke dhënë për mua dhe stafin tim. Faleminderit. Të njëjtën pyetje kam dhe për ju, zonja zëvendës ministre. Cila do të ishte thirrja juaj për ririn shqiptare? I bëj thirrje shqiptarëve të kthehen në Shqipëri aty ku gjithçka është e mundur për të realizuar. Ne jemi një gjak dhe në mendje e zgjuar, dhe me zemër dhe me shkollim brenda dhe jashtë Shqipërisë. Zgjohuni dhe le të jemi të bashkuar të tërë një zëri. Le të investojmë për të zhvilluar vendin tonë dhe le të rrisim fëmijët tanë brenda kufive natyror të Shqipërisë. Aty ku e mira nuk ka fund. Ju falenderojmë për prezencën tuaj. Ju falenderoj për ftesën. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.